Zonja dhe zotrinj, përshëndetje nga Dardha. Jemi në malin e Moravës, në një fshat legjendar që kanë nxjerrë shumë figura të njohura dhe popullore. Jemi në Dardhë, një vend i bukur, një vend interesant, një vend që ka turizëm veror, ka turizëm dimror, ka ajër të pastër, ka pisha, ka njerëz, ka mundësi për hiking, ka mundësi për ciklizëm, ka mundësi që të bësh shumë gjëra të ndryshme. Këtu për shembull kanë vënë një tabel, jo vetëm të hartës, po disa nga vendet ku mund të shkosh për të fjetur edhe për të ngrënë, edhe gjërat e tjera që mund të bësh, si për shembull shtigjet që kanë të Dardhës, edhe gjithashtu ciklizmin e ndryshëm apo mënyrat e tjera se si mund të udhëtosh këtu vërdall. Gjëja e parë që pas sa erdha, veç këtyre dy stolave të bukur këtu, është dhe kaldrëmet që i kanë rregulluar, i kanë bërë në një mënyrë të bukur që kur vjen turisti të shikojë diçka nga fshati vet, dhe nga fshati më mirë se dru e gur ku ka, ja shikoni pemët këtu. Sot mund të ketë diell atje mbi vete, po shumë ftohtë, mirë që kisha këtë xhupin me vete, bën vërtet ftohtë, kështu që bëuni gati, është rreth 1400 metra mbi nivelin e detit më duket, diku atje, edhe në përgjithësi është ftohtë. Atje keni muzeun historik, siç e shikoni poshtë, edhe në qoftë se kaloni nga ana atje, mund të gjeni një hiking path dhe të ktheheni nga ana teme e fundit, ose mund të ikni drejt nga kjo ana këtu. Shiko se sa bukur i kanë bërë të gjitha gjërat me gur, me drurin bashkë atje, me gjelbërimin, me pishat e mëdha. Edhe këto i japin një, si mund ta them unë, të gjitha bashkë përbëjnë Dardhën dhe atë eksperiencën që do kesh ti këtu. Nëse ndonjëherë kaloni nga Korça apo nga kjo anë e Shqipërisë, po jo vetëm, mund të niseni edhe një herë mirë për Dardhë, kaloni dhe jani vizitoni Dardhën tonë të bukur. Pisha kishte plot, po Dardhët ku i kanë?